Olta, këtë herë nuk është thashë them, nuk është interpretim dhe nuk është lojë fjalësh. Është e vërteta e thënë troç, sy më sy, pa filtër dhe pa frikë. Ti nuk ke hyrë në një marrëdhënie në një moment të pastër. Nuk ke hyrë kur Alba dhe Limi ishin të ndarë, të qartë, të mbyllur emocionalisht me njëri tjetrin. Jo, ti hyre në mes. Dhe këtë nuk e ndryshon asnjë buzëqeshje, asnjë justifikim, asnjë rol që përpiqesh të mbash para kamerave. Ti e dije shumë mirë situatën. E dije që kishte histori, ndjenja të pasgjidhura, fjalë të pathëna, plag ende të hapura. Dhe prap zgjodhe të afrohesh. Zgjodhe të futesh aty ku nuk ishte bosh. Dhe kjo është zgjedhje, jo rastësi. Nuk ishte u krijua, nuk ishte ndodhi natyrshëm. Ishte vendim. Dhe çdo vendim ka pasoja, dhimbja që është shkaktuar nuk është imagjinare. Nuk është dramë televizive. Është reale. Alba është lënduar. Jo një herë, por çdo ditë, çdo moment që ti sillej sikur gjithçka ishte normale, sikur askush tjetër nuk kishte ekzistuar më parë. Dhe ajo që e bën edhe më të rëndë është mënyra jote e të folurit. Ai përçmim i vazhdueshëm. Ajo mënyrë sikur je gjithmonë mbi të tjerët, sikur të gjithë janë më pak se ti, ti mund të bësh çfarë të duash. Askush nuk të mohon këtë. Por nuk mund të flasësh pa përgjegjësi. Nuk mund të shkelësh mbi dhimbjen e dikujt tjetër dhe pastaj të sillesh sikur je viktima. Nuk mund të përçmosh, të nënqeshësh, të përdorësh ironi dhe të presësh që kjo të quhet forcë. Kjo nuk është forcë. Kjo është mungesë ndjeshmërie, kur flet për Albën, flet sikur ajo nuk ka ndjenja. Sikur ajo nuk ka kaluar asgjë. Sikur historia e saj nuk ka peshë. Dhe kjo është ajo që dhem më shumë. Jo vetëm veprimet, por fjalët. Sepse fjalët e tua nuk janë të rastësishme. Janë të vazhdueshme. Janë të mbushura me përçmim. Me një ton që ul, që nënvlerëson, që lëndon, Big Brother nuk është justifikim për të humbur njerëzin. Nuk është arsye për të harruar empatin. Loja mund të jetë e fortë, por karakteri shihet pikërisht në momentet e vështira. Dhe këtu, Olta, ti ke zgjedhur të mos ndalesh. Ke zgjedhur të vazhdosh, edhe kur e sheh që dikush tjetër po coptohet emocionalisht, askush nuk po të kërkon të tërhiqesh. Askush nuk po të thotë të mos jetosh lojën tënde. Por boll me këtë mënyrë të folurit. Boll me këtë arrogancë që maskohet si vetbesim. Boll me këtë përçmim që vetëm sa tregon pasiguri, jo forcë, ti nuk dole më e fortë duke hyrë në atë situatë. Nuk dole më e fituar duke e lënduar një tjetër grua. Dhe nuk do të dalësh kurrë më lart duke folur nga lart. Respekti nuk fitohet duke ulur të tjerët. Dhe dinjiteti nuk ndërtohet mbi dhimbjen e dikujt tjetër. Kjo është ajo që duhej thënë. Pa britma. Pa ofendime boshe. Vetëm e vërteta. Sepse ndonjëherë fjala e drejtë dhe e thënë në kohë peshon më shumë se çdo lojë brenda asaj shtëpie.